Këtë premtë është bërë zgjidhësimi i deleve të prekur nga sëmundja mortajës në familjen Qokthi në fshatin Trush të Bashkisë Shkodër. Mark Preqi, përgjegjës i sektorit veterinar në qarkun Shkodër, bërë me dije se janë zgjidhsuar 150 krerë dele, ndërsa deri tani nuk dyshohet për raste reja. Për sa i përket kompensimit të fermerëve të prekur, deri tani nuk ka asnjë vendim për t'i ndihmuar. Dje, domethënë, mas dyshime për sëmundjen e mortajës rubinate të vegjël, është konfirmuar pozitiv rasti dhe sipas gjitha procedurave ligjore sot po kryejmë eliminimin. Eliminimin do ta kryejmë me inicialim, do të presim automjetin nga kompania që morën në Lezhë, që do të transportojë gjitha kafshët eliminuara sipas procedurës për të kryer procesin e inicialimit. Mas konfirmimit të rastit pozitiv, përcaktohet një hartë në rrezë 3 km, ku konsiderohet zonë infektuar, ku janë të bllokuar gjitha lëvizjet e kafshëve, gjitha llojet e kafshëve. Natyrisht njerëzit nuk mund të pengohen për të bllokuar, por domethënë në shkurt momentit se kjo sëmundje mund të transmetohet nga kafsha në kafshë, por edhe kafshët e tjera gjellë këto mund të transmetojnë te kafshët e imta. Prandaj këtë zonë 3 km konsiderohet zona e infektuar dhe këtu i nështrohen të gjitha kafshët e fermës i nështrohen monitorimit. Momentalisht nuk kemi asnjë dyshim për raste të tjera domethënë në qarkun e Shkodrës, se gjithë trupa veterinare është në terren, domethënë edhe ne bëjmë monitorimin e plot kësaj zonë 3 km, pastaj më është një zonë rreth 10 km, që quhet zona e mbikëqyrjes, ku fermat monitorojnë dhe kontrollojnë natyrisht përgjithësinë shtetësore dhe përgjithësinë të dyshimit. Natyrisht pritet që qeveria ta shqyrtojë këtë rast, mos nuk është vetëm këtu domethënë, se ne eliminuar disa ferma në shkallë publike, pastaj presim vendimin e qeverisë. Ne domethënë ne jemi të gatshëm për të bënë gjithë kondicionet e duhur nga pikpamja ligjore, domethënë për procesin e eliminimit të kafshëve. Sa krerë kanë rezultuar këtu me sëmundje? Këtu kanë rezultuar sot do eliminojmë 154 krerë. Janë të identifikuar nga trigu me gjellë sipas procedurave. Ndërkohë fermeri Kujtim Qokthi u shpreh se 30 vite punë po shkojnë dëm dhe kërkojnë kompensim për dëmin e shkaktuar. I thojnë 30 vjet punë me shku dëm, ta kanë ardhur me një vendim Këshillit të Ministrave, ose më tepër me thënë ministrit për ekzekutimin e vendimin e kena pa. Por për anën e kompensimit të thojnë në qoftë se del vendim dhe kënë, vendim qeverie. Për momentin nuk kishtë po thirrje shtetit që më mundu sa më shumë që se janë në total janë 200 krerë që të vetë ose 19 kanë cofë, janë a ishime të vetë janë i to. Nami kena pro për i aret, kena pro për stalla. Kjo është shumë moment i vështirë nga ana financiare shumë. Edhe nga ana psikologjike, fëmija këto e tonë, nga ana psikologjike. Më që nëse në dhe mas me pas kuj me adhonë sonin, që kena mledhë për tash. Ashtë shumë e ramë. Është një dhej sigur, me pas bukën të shpija, mësë me pas kërken shpija mësë me anë. Ne i bëjmë thirrje shtetit, i të që ka mytë minimumi, i të që do me mytë vetë shteti, me numra, me nënë doktorave që janë prezent, e dinë se s'ka numri, i të paktën që kompensojnë që të blenë tjerët, mëse për juhet. Se i këtë na shatarin, i këtë tardhën kena, i këtë punë kena, nësë mund bëna drejtore, nësë mund bëna mjetë. Ky është rasti i 2 zyrtari regjistruar me sëmundjen e mortajës në Shkodër pas rastit të parë në zonën e Postribës.